është bërë tashmë zyrtare. Big Brother Fan Club ka shpallur 2 opinionistët e rinj që do të marrin në dorë pjesën më të komentuar të programit dhe emrat e përzgjedhur kanë shkaktuar menjëherë reagime të mëdha në rrjetet sociale. Pas shumë spekulimesh dhe thashethemeve të javëve të fundit, produksioni ka vendosur t'i besojë këtë rol 2 figurave shumë të njohura dhe shumë të ndjekura, Joz Markut dhe Francesca Muratit. Joz Marku, i njohur tashmë për analizat e tij të drejtpërdrejta dhe mënyrën si arrin të depërtojë në sjelljen e banorëve, pritet të sjellë një energji të re në fan club. Eksperienca e tij në diskutime, publiku i madh që e ndjek dhe aftësia për të dalluar dinamikat psikologjike e bëjnë atë një zgjedhje që fansat e kanë pritur prej kohësh. Emri i tij është komentuar shpesh në listat e dëshirave të shikuesve. Ndërkohë, surpriza tjetër është Francesca Murati, një nga ish-banorët më karizmatike dhe më të përfolura të historisë së Big Brother. Ajo njihet për natyrën e saj të drejtpërdrejtë, humorin e mprehtë dhe mënyrën si arrin të sjellë debat pa hezitim. Francesca pritet t'i jap fan clubit atë aromën e vërtet të shtëpisë më të famshme, pasi vetë ka qenë pjesë e lojës dhe e njeh nga brenda çdo mekanizëm. Të dy së bashku pritet të krijojnë një kombinim të fortë opinionistësh, ku balanca mes analizës së ftoftë të Jozit dhe energjisë shpërthyese të Franceskës do të sjellë diskutime më të gjalla, debate më të thelluara dhe një atmosferë shumë më dinamike për publikun. Reagimet online tregojnë se fansat janë të entuziazmuar dhe mezi presin takimet e para live të këtij formati të ri. Ky vendim i produksionit shihet si një hap drejt rinovimit të panelit të opinionistëve, duke i dhënë fan clubit një frymë të re dhe duke rritur pritshmëritë për sezonin e ardhshëm. Tani sytë e publikut janë tek debutimi i tyre dhe shumë besojnë se Joz Marku dhe Francesca Murati do të dërgojnë fan clubin në një nivel krejt tjetër.